Të dashur qytetar, nuk gjej mjaftueshëm fjalë për të shprehur mirënjohjen dhe falënderimin tim për besimin dhe vlerësimin tuaj gjatë këtij procesi zgjedhor. 133.572 vota janë shumë më shumë se një numër. Mbi të gjitha janë besim, vlerësim për angazhimin dhe përgjegjësinë e treguar. Që nga dita e parë e marrjes së mandatit, kam dhënë gjithçka nga vetja ime, deri në atomin e fundit, për të qenë në shërbim të Kosovës. E Kosova, cep me cep, dha vlerësimin e saj. Ky triumf nuk është vetëm i imi, por është i gjithë secilit prej jush, e mbi të gjitha i Kosovës. Për shkak se Kosova ka shpresë, ka votues të emancipuar dhe inteligjent, që din të informohen drejt. Për mua, nuk ka asgjë më të çmuar, asgjë më përmbushëse në këtë rrugëtim se sa ky veprim që dëshmoj besim. Puna vazhdon me këmbgulje e konsiderata më të larta për çdo qytetar, për çdo shtresë e çdo kategori, pa ngjyrime politike, pa asnjë dallim. Mbetëm i palëkundur e i përulur karshi vullnetit tuaj, mbi 396.000 qytetarëve që i besuan listës së fitores, bindse të koalicionit vetëvendosje, Guxo dhe Alternativa, duke rikonfirmuar vullnetin qytetar kundër korrupsionit dhe afirmuar vlerat e demokracisë, shtetit të së drejtës, dinitetit e sovranitetit. Faleminderit nga zemra e ju dua fort.